Ti e ikone këti populli, një emër që shqiptarët e kanë duar trokitur me zemër. Je rritur mbi respektin e artit, mbi fjallën e drejtë dhe figurën e pastër. Po si mund ta ulesh ballim para atyre që sot populli akuzon për vjedhje? Si mund ta putësh në Ballerion Veliaj kur ka njerëz që me zimbushin sofrën e flitet për miliona të humbura nga qyteti? Nuk është thjesht një puthje, është një plak për ata që të kanë admiruar gjithë jetën, sepse artisti nuk duhet të bëhet zëri i pushtetit, por zemra e njerëzve të thjeshtë. Tirana nuk ka nevojë për skena false, por e kur një ikon nesh përballë pa drejtësisë, ajo heshtje dhe më shumë se çdo fjalë. Unë të kam respektuar gjithmonë, por sot më vjen të them turp Robert, sepse disa duar trokitje nuk vlejnë më shumë se dinjiteti i një populli.